Mirlin Daku do të bëhet futbollisti më i paguar që ka kombëtaria shqiptare. Plot 3 milionë euro është shifra që raportohet për pagën sezonale pas rinovimit të Rubin Kazani. Kjo shumë është dhe më e lartë se paga e Elseit Hysaj te Lazio. Daku do të përfitojë këtë shumë në sezon pasi të rinovojë deri në vitin 2028. Kjo shumë ishte e pamenduar më parë për të te Rubin Kazani. Paga e sulmuesit shqiptar është aktualisht 700.000 euro. Daku ishte shumë pranë kalimit të Zeniti në muajin qershor, por kujtojmë se transferimi të shtoi për shkak të kushteve financiare. Trajneri 58 vjeçar Aleksandar Grigorian e ka konsideruar Mirlin Dakun si sulmuesin më të mirë të kampionatit rus të futbollit. Grigorian, i cili momentalisht nuk është duke trajnuar as ekip profesionist, në një intervistë për Match TV ka deklaruar se Daku është sulmues i nivelit të lartë. Do ta quajë Dakun sulmuesin më të mirë të kampionatit. Ai është një sulmues i nivelit më të lartë, ka thënë Grigorian. 58 vjeçari rus në karrierën e tij ka drejtuar disa skuadra si Kuban, Alashkert, Urartu, Tambov dhe Anzhi. Për sa i përket Dakut, vlen të theksohet fakti se shqiptari që aktivizohet te skuadra e Rubin Kazanit ishte golashënuesi i dytë më i mirë në elitën e futbollit rus në edicionin 2024-2025. Ai edicionin e kaluar në 29 ndeshjet e zhvilluara shënoi 15 gola dhe pati 8 asist.